Këngëtari Erik Lloshi është shprehur tepër i ndinjuar dhe i lënduar nga disa komente që janë adresuar së fundmi në emisionet ku ai ka folur me shumë respekt dhe dhimbje për humbjen e mikut të tij, Shpat Kasapi. Ai ka treguar se pas ndarjes së parakohshme nga jeta e artistit 40 vjeçar, është ftuar në disa programe për të ndarë kujtimet dhe emocionet e tij. Mirë po përjetimi i kësaj dhimbjeje është trajtuar nga disa persona si një moment spektakli. Në një intervistë të fundit, Lloshi u shpreh se teksa ishte i ftuar në një emision, menjëherë pas lajmit tragjik për Shpatin, ai nuk mundi t'i frenonte lotët. Dhimbja e humbjes së mikut dhe kolegut të tij e pushtoi në mënyrë të natyrshme, duke e çuar në një shpërthim emocional që ai as nuk ishte ndërmend ta ekspozonte publikisht. Sipas tij, gjithçka erdhi si një reagim i sinqert e njerëzor. Por ajo që e ka tronditur dhe revoltuar më shumë këngëtarin ishte mënyra se si disa njerëz prapa kujintave e trajtuan këtë moment kaq personal. Ai ka rrëfyer se menjëherë pas daljes nga skena janë bërë komente të tilla si "sa bukur qaje", sikur dhimbja e tij të ishte pjesë e një performance. Madje, sipas Lloshit, ka marrë edhe ftesa të tjera ku i është kërkuar në mënyrë të tërthort të qajë sërish në intervista të tjera, vetëm për të rritur emocionin televiziv. Këto fraza, sipas tij, i kanë krijuar një ndjesi të thellë irritimi dhe zhgënjimi. Ai është shprehur se nuk mund ta kuptojë se si disa gazetarë apo producent arrin të flasin me kaq mungesë ndjeshmërie për një humbje të tillë tragjike, duke trajtuar vdekjen e një artisti dhe dhimbjen e një miku si mjet për klikime apo shikueshmëri. Lloshi ka theksuar se Shpat Kasapi nuk ishte thjesht një emër i njohur i muzikës shqiptare, por një njeri i dashur, një shpirt i mirë dhe një mik i çmuar, humbja e të cilit ende rëndon në zemrat e shumë njerëzve. Sipas tij, momentet e dhimbjes nuk duhet kurrë të kthehen në spektakël, sepse pas tyre fshihen histori, kujtime dhe emocione reale, të cilat meritojnë respekt e humanizëm.